Dhe jemi rikthyer kështu për të vazhduar tani edhe me një linje të drejtë për drejtë, duke kujtuar që sot është dita botërore e vallëzimit, 29 prill. Kjo ditë që na kujton se sa duhet respektuar gjithë vallëtarët dhe sa vallëzimi është pjesë skenike të cilën duhet ta kemi vazhdimisht edhe ne shqiptarët, por që duhet të mburremi edhe me gjithë vallëtarët dhe me gjithë koreografët shqiptar që i kemi e për këtë ditë. Ne kemi përzgjedhur të flasim me Fadil Zeneli, ai i cili i ka qëndruar besnik skenës për shumë vite të tëra dhe që njihet me ansamblin Emin Duraku. Për të folur për përvojën e tij dhe për këtë ditë të veçantë që shpresoj që ta festojnë edhe në shtëpinë e tij, meqense këtë pasion e ka trashëguar edhe te vajzat e tij. Abibja, kolega jon, është në shtëpinë e tij për ta nderuar dhe për t'ia uruar këtë ditë. Përshëndetje Abibe dhe mirëmëngjesi për ty. Po, mirëmëngjes Aida, sot në ditën botërore të vallëzimit, vëmendja shkon tek ata të cilët këtë art nuk e shohin vetëm si pasion, por si mision jetësor, një prej emrave që prej vitesh është pjesë aktive e skenës artistike, duke ruajtur dhe përcjell traditën përmes ansamblit Emin Duraku, njëkohësisht duke ngritur vallëzimin edhe në nivel akademik, është Fadil Zeneli. Ai në këtë ditë të veçantë na mirëpriti në shtëpinë e tij për të folur më shumë për dashurinë ndaj vallëzimit, trashëgiminë kulturore dhe rrugtimin e tij artistik e profesional. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit edhe një herë për kujdesin që në këtë ditë të vallëzimit ndërkombëtare neve të shpalosim pak a shumë ose mbi gjitha të shfrytëzojmë momentet, të urojmë ditën e vallëzimit pra 29 prillin për gjithë vallëzues, kërcimtarët, kudo që janë nëpër botë, më së shumti kuptohet gjithë shqiptarëve, vallëtarëve, kudo që janë në trojet shqiptare, të urojmë këtë ditë, të cilën është e caktuar si ditë e vallëzimit ndërkombëtar. Edhe një herë faleminderit që jeni kujdesur të vini në shtëpinë time këtu, drejt për drejt në televizionin e mashtrëmisht, një shtëpi që çdo herë kujdeset për këto momente dhe nuk harron të përcjell sidomos eventet kulturore, sepse prej kulturës fillon gjithçka të ndërtohet dhe të së ndërtohet të popullit, të kombi jonë mbi gjitha. Sot që flasim për ditën e vallëzimit në familjen tuaj, kjo është një ditë e veçantë. Çfarë do të thotë për ju kjo ditë kur këtë pasion e ndani edhe me vajzat e juaja në skenë? Është e vërtet, edhe një pyetje shumë e qelluar se me vallëzim edhe unë, edhe fëmijët e mi, 3 vajzat e mia, por edhe djali jemi rrit, jemi kalitë që të ndërtojmë një familje, ajo familje të ushtron, të punon me brezat e ri, të prodhon të them brezat e ri të vallëtarëve, të artistëve, pastaj kuptohet kalohet prej një epiteti të vallëtarësh në një epitet të lartë artist, kur kalon një kohë e caktuar ose një kohë pak më e gjatë dhe kështu që dhe familja ime bashkë me mua kemi ndërtu shumë, kemi punu, kemi kontribu, sakrifiku, me thonë, por me kënaqësi kemi marrë këtë përgjegjësi dhe mbi gjitha ndjemi krenar kur shohim edhe kur shoh unë sidomos që dikon 23-4 vite vetë që mirëm në këtë aktivitet, kur të them 23-4 vite, nuk është vetëm ndonjë periudhë kohore që ndoshta më herët kam qenë dhe pastaj vazhdojnë disa pauza të gjata, por te unë është diçka këtë më ndryshe, sepse prej ditës së parë kur jam kyçur në valle, në kërcim të mirën, unë nuk jam dalë deri ditët e sotshme. Hiç më pak në 99 them edhe më shumë % të gjitha aktiviteteve, të gjitha provave, të gjitha ushtrimeve kanë kaluar që të mos mungoj asnjëherë. Pra, të ushtroj, të punoj së pari unë si vallëtar, edhe si vallëtar ku do të kisha më thënë trojet shqiptare ose e Shkupje, gjitha trojet shqiptare më njohin si një vallëtar i suksesshëm gjatë gjithë periudhës time që kam qenë si vallëtar, e kuptohet 2-3 dekadat e fundit edhe si koreograf edhe i diplomuar, edhe tash kuptohet këtë vit jashtë një koincident që edhe ndoshta 2-3 muaj veç po diplomojmë edhe etnokoreologjin bashkë me fëmijët e mi edhe me djalin edhe me vajzën, kështu që besoj se në aspektin e 29 prillit kemi dhënë shumë, edhe do t'japim ende shumë sepse kemi vullnetin e madh, e kemi dëshirën e madhe, dashurinë e madhe, sepse ndoshta pak a shumë
të njohim edhe shikus të shmangin, një minutë të shmangin pyetjes tuaj, se 29 prilli, pse 29 prilli, pikërisht, është data 29 prill, është dikon vitin 1982, është themelu të them, ose është kriju kjo ditë, e disa nga kërcimtarët ose një komisionit kërcimtarësh në UNESCO që kanë caktuar këtë ditë të vallëzimit në nder të ditëlindjes të Jean-Jacques Nover, një të them reformator i vallës i kërcimit botëror në përgjithësi, që ai ka lindur dikon vitin 1710 dhe ka ndruar jetë në vitin 1810 të them ashtu, për afërsisht, dhe ditëlindja e tij është kjo datë që të them, domethënë festohet si datë ndërkombëtare e kërcimit një reformatorit të madh botëror, sikur që është Jean-Jacques Nover. Shqipëria ose trojet tona këtu, ne shqiptarët kemi fillu, pikërisht Shqipëria ka fillu ta feston këtë ditë diku në vitin 29 prill të vitit 2010. Kjo është pika shkurtë, paksa ti njoftojmë edhe shqiptarët pse është. Po së është e rëndësishme kjo ditë për promovimin e vallëzimit, sidomos tek të rinjët? Po, kjo ditë është shumë e rëndësishme, edhe pse ne me ju të regu drejtën, për mua dhe për familjen time është çdo herë 29 prill. Çdo ditë është 29 prill. Por me qenë se është datë e caktuar, ne do t'i kushtojmë pak më shumë rëndësi, ja edhe nëpërmjet juve pak a shumë ta elaborojmë, të ekspozojmë, sepse është mirë të mirët me këtë profesion. Pra, vallëzimi është dashuri ndaj njëri tjetrit, vallëzimi janë emocione, vallëzimi është mësosh gjatë gjithë jetës diçka të bukur dhe më të mirën e kombit ton. Vallëzimi gjatë gjithë jetës të largon nga rrugët e këqija, vallëzimi të largon nga fjalët e këqija, vallëzimi të largon nga fjalët ofenduese, vallëzimi të mëson çdo herë të respektosh, të duash njerëzit, e mbi gjitha kur ti kesh këto tipare, atëherë je ndërtuar i formuar si një artist i denjë që të dalësh në skenë, sepse kur ti kesh gjitha këto tipare që e përmenda pozitive, atëherë je i kompletuar që të dalësh në skenë dhe të prezantosh kulturën tonë, mbi gjitha unë e them valltari me veshjen kombëtare, me cilësitë artistike që i posedon dhe me koreografitë që i kemi ne, valltari është një artist i cili tregon dhe ruan identitetin ton kombëtar me gjitha ato tipare që i përmenda. Andaj është jashtëzakonisht e rëndësishme pjesa e vallëzimit, të them, sepse kemi shumë deri të aspektit kulturor, por kërcimi është diçka jashtëzakonisht specifike, jashtëzakonisht që të kënaq shpirtin dhe nuk është e lehtë kuptohet për fillim, por pastaj është një fjalë e urtë popullore që thotë i jep një plestë kanë thënë këtë më herët, i jep një parë me hyrë në vallë dhe i jep dhe të tjera s'u ndal prej saj. Ja, kjo është pikërisht edhe me ne, edhe ndoshta me familjen tonë, ne s'kemi kërkuar të dalim prej saj, por është e vërtetë se s'mundesh më me jetu pa ta. Prandaj e përmenda qysh në fillim përveç dashurisë që duhet të kemi ndaj njëri tjetrit, vallëzimi është edhe jetë. Ajo është. Po, a mendoni se vallëzimi sot po merr vëmendjen që meriton? Edhe një herë pyetjen, e merr vëmendjen? A mendoni se vallëzimi sot po e merr ndoshta vëmendjen që meriton? Vallëzimi tash ndoshta është pak një temë që duhet të egzagerohet, të folet pak më shumë në aspektin se vallëzimi nuk është vetëm vallëzim, pra kur e përmendim ditën e vallëzimit, përmendet të festojnë të gjithë kërcimtarët, të mlidhen bashkë, të gjitha zhanreve. E tash jemi të fjallat të termi zhanre. Ne jemi të vallëtar të vallëzimit popullor, kemi të kërcimit modern, kemi kontemporan, baletit klasik, neoklassikës e kështu me radhë. Kjo ditë duhet është dashur dhe duhet të mbledh në botë kështu e festojnë. Të gjitha zhanreve në një vend festojnë, vallëzojnë, që edhe tjerët të cilët nuk janë pjesë e ndonjë profesionit kërcimtar, edhe ata kyqen në mënyrën e vet, por ndoshta duke u kyqur, duke pa ato bukuri të pjesës artistike, të pjesës të kërcimtarëve, edhe ndoshta nesërmen në 30 prill vendoset të vazhdon të punon si kërcimtar, qofshin fëmijë, qofshin maturitur, në kështu me radhë. Por
a e zem vendin e vetë, unë mendoj se në aspektin e vallëzimit popullor, vallëzimi ngadal betejohet të zbehet në aspektin e luftimit, betejimit të futjes elementeve të ndryshme në kërcimin popullor, por ne që mirimi me këtë lëmi, që jemi profesionistë kësaj lëmie, dhe do qëndrojmë stoik, fuqishëm, që këto çka vinë për jashtë, këto paraqitjet nga jashtë që vinë, t'i luftojmë, edhe kështu që atë çka e përmendet ju si pyetje, a e zem vendin e vet sa duhet, ne luftojmë që ta ketë vendin e vet, vendin e qelluar çdo herë aty ku e meriton. E meriton shumë fuqishëm në krye të vendit. Po si që cekët dhe ju më lartë në një nga postimet tuaj në rrjetet sociale me diplomim në dorë përmend një kalimin nga arti i skenës drejt shkencës së traditës. Na zbuloni pak më shumë detaje? Rreth shkollimit tim, po kjo është që e përmenda u ndërlidha se me të vërtet është jetë kërcimi, vallëzimi, ne që kemi edhe familjarisht ja dhe me djalin Avniun, që janë edhe koreograf, të dytë edhe vajza Gjeneta, janë koreograf në ansamblin e Minduraku, një herit janë edhe valltar të ansamblit shtetëror, dytë, edhe unë kuptohet koreograf në ansamblin e Minduraku, që edhe pjesën 4 dekadësh e timën, pjesën që para disa muajve Avniu Gjeneta kishin koncertin e 2 dekadave, 20 vjetorit qëndruar në skenë, edhe kjo duheshte të rrumbullaksohet me një shkollim akademik, edhe pse këtu në Shkup te ne nuk ka fakultet të koreografisë. Unë fillimisht diplomova në Prishtinë, një fakultet të koreografisë e mora në Prishtinë, dhe njëherë pas asaj bashkë me Kmitemi regjistruam në Shtyp para 4 viteve, që thash edhe disa muaj po diplomojmë, dhe kështu që ta kurorëzojmë këtë profesion tonin të bekuar 4 dekadësh të fëmijëve 2 dekadësh me shkollim akademik, sepse me të vërtetë në këtë e këtu a i mungon Shkupit e shqiptarëve të Maqedonisë, a i mungojnë të them njerëz të cilët duhet të kenë edhe shkollimet. Domethënë t'i kanë pjesë e shkollimit akademik të profesionit përkatës, sikur që është vallëzimi, po është mungesë e madhe, por pikërisht fati është në ato që ne ja i kemi, po diplomojmë edhe pak edhe kështu që me këto diploma, me këto kalime, nuk është diploma nuk është vetëm një letër, sepse edhe gjatë 4 dekadave të mia si valltar, si koreograf që kum kaluar në për shumë ansamble, në për shumë valle, kum krijuar edhe koreografi të shumta, fakulteti nuk është vetëm një letër, por është diçka që ke prek së afërmi, edhe me libra që i ke përpara, por edhe hulumtimet në teren që shkojmë, e ke burimin prej, sikur atë burim ku shkon, ne gjithë pim ujë për një qeshme të shtëpia, kudo që tjetë në punë, jashtë, por burimin e ujit kur shkon ta pish atje ku buron, është diçka më ndryshe ai uji. Pra edhe ky burimi i folklorit, i traditës tonë, trashëgimisë tonë kulturore, ky burim i vallëzimit, i këngës së vjetër, i veshjes kombëtare, pra shkojmë në për teren, s'ka vend që s'kemi qenë në fushën e Strugës, kemi qenë në Resnje, kemi qenë në pjesën e Velesit shqiptar ku kanë Javullqisht e Buzallkova ndej, ja këtë vit edhe një javë do të shkojmë në pjesën e Pollogut, do të vizitojmë gjitha fshatrat shqiptare dhe nga aty ne do të sjellim, ne çdo vit punojmë dhe transkribojmë nga një libër, nga tereni, dhe kështu që libra e 4 po përgatitet. Ajo libra është një transkript që ne përgatisim çdo vit dhe planifikojmë pasi që do të diplomojmë në asnjë kohë të caktuar, kur mirë ta përpilojmë nga 4 librat të bëjnë një libër për botim, që do të kenë të shohin edhe shqiptarët, edhe njerëzit që kanë interesim për shqiptarët e Maqedonisë, visëve të Maqedonisë, të shohin edhe nga tradita dhe trashëgimia. Kjo është ajo që i përket edhe pyetjes tuaj. Ju drejtoni një nga ansamblet më të vjetra dhe më të njohura në vend, e Minduraku. Sa e vështirë është të menaxhosh dhe ta mbash aktiv një ansambël për kaq shumë vitesh? Po, është një pyetje shumë e qelluar. Vërtet, sot sa është e vështirë, sidomos ansamblin e Minduraku, ku edhe unë pa
e marr në supet e mia ansamblin e Menduraku. Menduraku ka qenë një brend që çdo herë ka ruajtur, ka sjell më të mirën e popullit tonë në aspektin e kulturës dhe folklorit, vallëve, këngëve, të instrumenteve dhe kështu me radhë. Dhe mbi 20 vite që drejtoj në ansamblin e Menduraku, kuptohet, vështirë sa të duash, por kur e ke dëshirën, domethënë, atëherë gjithçka kalon më lehtë, sepse do një organizim, menaxhim, nga një anë duhet të sigurosh antar të blish në. Ajo sot është pjesa më e rëndë. Për neve nuk është rëndë ti marrësh valltarët, ti hish sallës dhe të punosh natë ditë me ta, që në të ardhmen të bësh valltar, të bësh artist prej atyre. Sot është rëndë, sot është të grumbullosh rinin, të bish rinin. E këtu është, jemi ballafaquar me një betejë të papritur me këtë element, sepse rinia jonë tash është paksa dembelizu, e thonë më mirë, është trendizu, pra, trendi na ka kaplu dhe këtu po na dëmton, trendi i rrjeteve sociale, trendi i shëtitive të shumta, trendi i qëndruarit në telefon, edhe kjo pak si shumë, është duke pasivizu rinin tonë dhe besoni se nuk ka interesim. Në rast se unë më herët se kuptuat se me dekada mirëm me këtë profesion, dikun të them para 20-25 viteve, kur shkosha të bajsha audicion ose pranim të shpalli konkurs për rini, ishte vetëm një afishe në një shkollë që ngjitsha shembull te Kongresi i Manastirit, dhe Kongresin e Manastirit kemi mbush me dikun 100 valltar. Vetëm me një afishe. Kurse sot unë shkoj në gjitha shkollat e komunës së Çajirit dhe klasë për klasë shkoj, ja si me juve që po bisedoj, ju tregoj se pse është mirë të mirën me këtë aktivitet, mësojnë nga kombi jonë, mësojnë nga identiteti jonë, mësojnë vallën, mësojnë veshjen kombëtare, mësojnë viset shqiptare kudo që janë, trojet shqiptare, nga janë, prej nga janë. Pastaj është bukur të mirë me këtë aktivitet edhe shkaku i fizikut, sepse ju ndihmon edhe në aspektin fizik, kondicional kështu me radhë. Edhe gjitha shkollat e vizitoj, kur ta shohësh nuk janë ndemruas 3-40 veta nga të thënë 100 ose 200 klasat e komunës, 200-300 klasat e komunës së Çajirit. Por mundohemi, ja, ne si ansambël, unë personalisht kam kaluar mirak, numrin 4 cifror, jo një, po ka shumë, ndoshta duhet një ditë ulën edhe parafërsisht ta gjej numrin e gjithë atyre që kam ushtruar unë, sepse nuk ka jo vetëm shkollat në komunën e Çajirit që kam punuar, por kam punuar edhe në për shkollat rurale, këto në shkollat më të lartë të fshatrave të qytetit të Shkupit, edhe s'ka shkollë që s'kum përgatit patronat, s'ka shkollë që s'kum marrë valltar edhe kum sjell në ansamblin e Menduraku, gjatë karrierës time kudo që kam qenë për ansamble, edhe kështu që sot ansambli e Menduraku ka dikon 100 valltar që vinë prej shkollave të komunës së Çajirit, kemi dikon mbi 100 valltar që i ushtrojmë në shkollat, prej 2 shkollave kemi bërë një grup në fshatin e Haraçinës, edhe në Haraçin kemi shku, për herë të parë kemi thyer një akull që të kemi dëpërtuar që në shkollë nga gjithë Haraçina, gjithë prindërit që kanë dëshirë të shohin të shohin fëmijën e vet në vallën popullore, në fëmijën e vet të shpreh kulturën e vet, atëherë Haraçina ka atë mundësi, sepse kemi filluar që dikon 2-3 javësh. Pastaj jemi duke punuar Avniun dhe Xheneta, punojnë në Kërçov, në qendrën kulturore të Kërçovës, Koçoracin që është atje, dhe atje kemi dikon të thënë 7-8 valltar, kështu që ne si familje, pra po kthehemi pra pyetjes së parë si familje, ne vazhdojmë të kontribuojmë por me kënaqësi, të kontribuojmë brezave të ri, duke sill rinis, duke sill breza të ri, që sa herë ata të jenë sa më afër kërcimit, sa më afër kësaj dite që po festohet 29 prilli, e që në ansamblin Menduraku dhe në familjen Zeneli 29 prilli për ne është çdo ditë. Po me çfarë aktivitete dhe pjesëmarrja juaj do të shënon vitin 2026 ansambli Menduraku? Disa do t'i shpalosi, disa do t'i lëm, kemi pak merak të thënë coming soon, por jo në aspektin coming soon se po dojna me vao diçka se
e din të gjithë, edhe fella, edhe artistike, edhe populata që na njohin e din se Minduraku për çdo vit kemi kaluar shtete të ndryshme. Unë kam qenë një idhëtar i asaj që mos shkohet vetëm se Turqia me të vërtet ka festivale të shumta, dhe kemi marrë pjesë shumë, s'ka qytet, unë personalisht, por edhe me gjenerata dhe brezat e ri që s'kam marrë pjesë në gjitha qytetet e pothuajse në të gjitha qytetet e Republikës së Turqisë. Filluar të gjithë Karadenisin që tu ditën e zi edhe këndej drejri në Antali. Edhe kështu që me Mindurakun kemi qenë në shumë shtete në Itali, ma herët, para se vijun, Gjorgjia, Slovakia, Çekia, Rumunia, Bullgaria, Ukraina, si dhje përmenda, edhe tash ne në Danimark kemi qenë, tash ne planifikojmë, kemi veç ftesën, dhe s'po guzoj me shpalos ftesën, sepse është afru koha, dikun me 1 deri me 7 korrik, një festival shumë i madh në Spanjë, në qytetin e Sevillas, një qytet shumë i bukur dhe i njohur, është një festival shumë i madh për gjithë Spanjën, por edhe për gjithë Europën, ku i ngrumbullon diku mbi 40 shtete, e Minduraku ka ftesë për në atë festival. Po e përmenda luftrat tash që po ndodh në Iran dhe në Amerika me Iranin, është duhe pengu këtë proces të rezervimit biletave, shkaku i që çdo ditë janë nga të them 20-30% dhe ka arritur ndikun 150% prej ditës kur i kemi pas ftesën, deri më sot janë shtrejtu dhe nuk do të kemi mundësi në rast se ne kemi planifikuar dikun me 7-8.000 euro ti blejmë ato, ti marrim atë, nxjerrim ato bileta, sepse ishin atëherë biletat ishin çmimi i përgjithshëm i atyre biletave ishte aq se përmenda, por nuk i kishim të sigurt apo shkojmë ajo. Dhe ftesën kur e morëm dhe programin kur e morëm nga festivali, në momentin kur e morëm pas 1 muaji, sot biletat janë diku për gjithë 30 anëtar që duhet të shkojmë atje, a ne jemi përgatitur edhe me orkestër, edhe me këngëtar, mbi gjitha, edhe me valltar që të shkojmë, tash ka arritur diku në çmim mbi 20 e kusur mijë euro. Andaj nuk dorëzohem, fundit edhe nëse nuk zbresim biletat, unë do të shkoj, do të bëhem lyps kësaj radhe në çdo komunë, në çdo ministri, në çdo institucion që sa më shumë të grumbullojmë jetë për ta realizuar këtë festival. Kemi edhe një ofertë tjetër nga shqiptarët në një shtet tjetër, që tash atë shtet nuk ta përmend, po e lam si një befasi, edhe pse jo atë befasi, që bashkërisht në rast se shkojmë edhe në Spanjë, do të vim te televizioni juaj bashkë me Avninën dhe Xhenetën dhe promovojmë nga akademia jonë, domethënë që kemi nga, domethënë të tregojmë që vetëm po diplomojmë, edhe nga ana tjetër të tregojmë edhe këto shtete përveç Spanjës dhe shtetit tjetër që kemi ftesë, edhe që këto ditë do të konkretizohet ky udhtim nga një komunë e një shteti, të them, shumë europian, edhe ky shtet është që do të festohet 70 vjetori i shqiptarëve që kanë kaluar në Mërgat. Kështu që është një kënaqësi të kesh të këto ftesa, dhe kështu që unë besoj se do t'i realizojmë. Nga ana tjetër, Minduraku, në Maqedoni kemi ftesa, kemi koncerte, kemi manifestime, kemi ftesa edhe në Kosovë, për këtë vit të realizojmë. Vitin e kaluar kemi qenë kampion, vendin e parë morëm në qytetin e Elbasanit në një festival shumë të madh, që grumbulloi gjitha ansamblet më të mira nga gjitha vendet e Shqipërisë, dhe kështu që ati morëm çmimin e parë, këtë vit jemi mysafir special të festivalit, sepse vitin e kaluar kemi qenë kampion. Pastaj kemi ftesa edhe në qytetin e Shtimës, në Ferizaj, në Khas, edhe kështu që diçka kemi mund të pranojmë edhe për të realizuar, diçka kemi kthyer, sepse me të vërtetë edhe nuk do të mundemi të realizojmë të gjitha ftesat. Kemi ftesat edhe për në Rumuni, kemi ftesat edhe në Bullgari, edhe ta shohim tash me shpenzimi ku do të jemi, por ne më shumë si ansambël tash veç po orientojmë që pjesën ndërmundëse të aktiviteteve të orientojmë në festivale ndërkombëtare, ku atje do tregojmë kush jemi dhe çka jemi dhe pse jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë nder që më keni bërë, keni ardhur në shtëpinë time, edhe kështu që kjo shtëpi gjithmonë do të jetë e hapur dhe është e hapur për ju dhe për të gjithë që interesohen në këtë mënyrë të vinë paksa të promovojmë. Përshëndes
ty si gazetare, kameramanin e përshëndes mikën time, ish kolegën time nga TV Era që kemi qenë bashkë, Aidën, edhe kështu që të gjithë punonjësit në televizionin e Maqedonisë, programin e Gjuhën Shqipe, çdo unë për veti, përmend vallëzimi, u përmend kërcimi, dita e këtij vallëzimi, edhe nuk është e mirë të mos përmendet që unë si vallëtar, nëse përmendet mediatikisht ku je rritur si vallëtar, po jam rritur pikërisht në televizionin tuaj. Faleminderit edhe një shumë, gjithë spektatorëve ju dëshiroj këtë ditë të kalojnë me hare, me gëzim, me kërcim edhe me vallëzim, sepse fundit njerëzit që vallëzojnë nuk kanë kohë të mendojnë nga punë tek këqija, nga gjërat tek këqija, nga fjalët tek këqija, por gjithmonë janë pozitiv, edhe kështu që ju dëshiroj që të gjithëve të mendojnë vetëm pozitivisht përmes kuptohet kërcimit, sepse është një fjalë me këto do ta përmbylli, është një fjalë që është tonë nga një filozof. Të gjitha katastrofat e botës vijnë pikërisht nga liderët të cilët nuk kanë prirje për vallëzim. Faleminderit shumë, miru takosh. Faleminderit. Me dekada të tëra në skenë, por me të njëjtën pasion si ditën e parë, Fadil Zendeli mbetet një prej emrave që vallëzimin e ka kthyer në mision jetësor. Aida? Falemnderoj shumë, falemnderoj gjithashtu edhe Fadil Zendeli, cili hapi dyert e shtëpisë dhe u bë pjesë e programit tonë në këtë ditë të veçantë për gjithë familjen e tij.